Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi rezultatet e votimit të Kuvendit Kombëtar të kësaj force politike, ku miratuan ndryshime statutore dhe u zgjodhen anëtarët e rinj të Këshillit Kombëtar. Sipas tij, procesi dëshmoi angazhimin e Partisë Demokratike për ripërtëritje dhe hapje ndaj brezit të ri, ku 30% e anëtarëve të rinj janë nën moshën 30 vjeç. Kreu i Demokratëve theksoi gjithashtu rëndësinë e rritjes së rolit të grave në strukturat drejtuese të partisë. Ai la të hapur mundësinë që në të ardhmen Partia Demokratike të ketë dhe një nënkryetare, si pjesë e përfaqësimit më të gjerë të grave në vendimarrje. Në këtë kuvend, me përgjegjësi të plot, delegatët votuar për ripërtritjen e Partisë Demokratike votuan për ripërtritjen e Partisë Demokratike. Dy risi janë madhore. Njëra është e sigurt, e para e kësaj natyre që nga themelimi i Partisë Demokratike. Tjetra mund të jetë e tillë. Pas numërimit të votave, rezulton se 71 të ri, pra rreth 30% e të zgjedhurve në Këshillin Kombëtar i përkasin moshës ndën 30 vjeç, i përkasin të rive. Dhe ky është një investim, do të thosha, jashtëzakonisht i çmuar, që delegatët bën për forumin drejtues të partisë. U realizua ose u arrit përcaktimi statutor i rreth 40% të përbërjes së Këshillit Kombëtar gra dhe vajza. Them se kjo është një arritje e vërtetë. Berisha përgëzoi të zgjedhurit në forumin më të lartë drejtues të partisë, ndërsa falenderoi edhe kandidatët që morën pjesë në garë, por nuk arritën të siguronin një mandat.